Shikues të A2 mirë mbrëma. Non grata, këto dy fjalë të ardhura nga përtej oqeanit kanë prodhuar në Shqipërinë tonë një tërmet politik më të fortë se sa shumë zgjedhje bashk. Vula amerikane e vitit 2021 për shumë ishte fundi një epoke e për shumë të tjerë një komplot me disa aktorë. Megjithatë, pavarësisht retorikave që i ka marrë koha, prej vitesh Partia Demokratike vazhdon të jetojë dashur pa dashur mes këtyre realiteteve. Njëri që thotë se non grata ishte një padrejti politike e cila sipas tyre ka rënë, dhe tjetra që thotë se ajo ndryshoi përgjithmonë në raportin me Perëndimin duke dhënë kosto jo pak të vogla për këtë forcë politike. Sot në Selim Blu flitet për një mundësi të heqjes së sanksionimit ndaj zotit Berisha, ku zërat brenda korridoreve të kësaj force politike janë shtuar ndjeshëm. Flitet me optimizëm, me shpresë, madje edhe me bindje absolute se ky cikël po mbyllet një herë mirë. Por a mbyllen plagët, sa të vërteta janë këto zëra dhe sa ndryshon opozita. A përmirësohet raporti me amerikanët dhe mbi të gjitha, a ndryshon marrëdhënia e kësaj partie me fitoren. Teksa kjo çështje vazhdon të endet si një prej atyre të zakonshme të tranzicionit, mazhoranca thotë se opozita po pengon integrimin. Opozita thotë se vetë Rama e përdor Europën dhe ambasadorin e kësaj të fundit duke i shërbyer me devotshmëri dhe vetëm për këtë pati edhe një debat të ditëve të fundit. Dhe jashtë dyerve të debatit ka protesta. Opozita zgjodhi të premten të dalë sërish në rrugët e kryeqytetit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Tym, molotov, gaz lotësjellës, akuza për dhunë policore dhe faqe mediash ndërkombëtare. Po çfarë ka ndryshuar realisht këto protesta? Insert i parë dhe rikthehemi. Edi Rama e ka bazuar kryekput procesin e integrimit në lobim korruptiv. Ky sillet si me qenë ambasadori Edi Rams, masi ky zotëri në mënyrë të vërtetuar ka transmetuar në Bruksel trillimet më të pavërteta ndaj opozitës. Deri tani, Bashkimi Evropian i ka rekomanduar ose paraqitur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave për 31 kapituj. Shqipëria sigurisht pret me interes të lartë përfundimin e diskutimeve nga vendet anëtare dhe marrjen e një vendimi në lidhje me kushtet e mbylljes negociatave. Kjo do të jepte vendit dritën jeshile për të futur formalisht edhe në fazën e mbylljes së negociatave 1 dhe 1 herësh të gjithë kapitujve. Jemi rikthyer në studio, kam kënaqësinë